Përorohet projekti i rregullimi ambientit rreth hapësirave të gurra në fshatin Posleshta apo ndryshe siç mund ta quajnë syri i kaltërt i Kosovës. Me këtë rast kryetari Totaj tha se sot jemi këtu ku përmes drejtorisë së turizmit kemi investuar këto mbi 120.000 euro dhe kemi krijuar hapësira të bukura relaksimi. Po kushtet do të vazhdojnë me këtë drejtim të japim edhe më shumë kontribut për qytetarët tanë, tha ai. Aset i teritorit komunës Prezenit një potencial për zhvillim turizmit. Prandaj edhe në bashkëpunim me drejtorinë e turizmit ne kemi vendosur si me realizu një projekt këtu. Vlera e këtij projekti është diku 120-30.000 euro. Ka përfundu, punët janë kry, edhe ne besojmë se me këto kemi dhënë një kontribut për zhvillimin e turizmit, edhe për promovimin e vlerave, kisha me thonë aseteve që i ka kjo pjesë e teritorit komunës Prezenit. Natyrisht do t'ju shërben banorëve të kësaj pjese, po me siguri do të ketë edhe qytetarë të tjerë të cilët vinë, sepse siç po shihet është bërë një punë jashtëzakonisht e mirë, edhe ne gjithë kemi nevojë për një ambient pastër, për një zhurmë të ujit që ndoshta na qetëson pak, edhe për me kalu një vikend, një piknik, edhe besoj që do të ketë impakt në përmirësim të cilësisë së jetës, jo vetëm për banorët e këtij fshati, po edhe ma gjanë për këtë Prezenin, besa edhe ma gjanë. Edhe ne natyrisht do të vazhdojmë me realizimin e projekteve tjera për me kontribu për zhvillimin e turizmit edhe për krijimin e një ambienti edhe ekologjik, edhe turistik, edhe më të këndshëm për me kalu momentet të mira për vikende. Drejtori i turizmit dhe zhvillimit ekonomik Ramadan Tarashaj tha se ky është njëri nga projektet e shumta që ne tashmë po i realizojmë, kurse këto mund të them se ditëve të vikendit vihet për relaksim, por edhe për shërim sepse uji i kësaj gurre është shërues, tha ai. Po, kjo ka filluar një investim, investimi është i qëlluar, siç e shihni edhe ju, është një vend turistik. Këtu është jo vetëm që vizitohet për turizëm, po edhe është shëndetësor, se është një ujë i ftoftë edhe ku vjen raumat shërohen edhe shumë smuje tjera. Edhe kemi pa të arsyeshme këtu me investu dhe siç po shihni është bë bukur, mirë dhe vend i cili vjen vizitorët shtunë e ditë, s'ke ko vend të rrinë prej vizitorëve, edhe besoj që do të vazhdojmë edhe me investime tjera në për gjithë vendi ku ka nevojë për turizëm. Kurse Shani Osmana, i banori këtij fshati dhe mësuesi i parë në këtë fshat, tregon se si ka filluar mësimi klasave të para këtu, kurse ai pohon se ky ujë është një ujë shërues kundër reumatizmit dhe temperatura e këtij uji është standard si në verë e në dimër. Për herë të parë e kam hap këtu vetë shkollën, në këtë fshat nuk ka pas shkollë. Mësimet, nxënësit e këtij fshati kanë vazhduar në hoqë të qytetit edhe në Bilush. Por në vitin 1979, në gjyqëtorin e dytë, do të thonë 15 janar, 7 e natës, për të parë, unë me veteranin e ushtrisë shërbimtare të Kosovës, zotërin të ndjejnë, zotërin Esat Kastiqi, për të parë kemi filluar mësimet në këtë fshat. Gurra ka qenë e njetë, po jo si sot shihet me këtë pamje të bukur. Këtu gradualisht kanë filluar të banë punimet, sidomos edhe kontributi i fshatarëve tonë nuk ka munguar, me vetë kontribut të disa donatorë kanë punuar pak a shumë, me ia dhënë një farë pamje këtij burimit, por si shihet tash duket ka ardhur përfundimi i kësaj bukurie, që vizitorët nga rrethina Prezenit, po edhe më gjarë vinë e vizitojnë, ashtu edhe nxënësit, kështu që është një mrekulli, një burim që na ka krijuar Zoti. Po, vinë për të shëruar sidomos me reumë që janë të reumatizëm, se është ujë ftohtë, sidomos ky ujë temperaturën e ka të njëjtë konstante, si dimrit, ashtu edhe verës. Edhe gjatësinës e verës, sidomos vinë edhe për këmbët, sidomos më fut në ujë, për të shëruar nga reuma. Thonë se është, me të vërtet, i bën mirë për reuma. Dhe është ujë i pishëm,
këtë ujë e furnizon edhe fshati ynë për pije, po ashtu edhe një fshat më adema për këtu e ka marrë ujë. Tashmë në hapësirat e Gurrës në Poslesht janë krijuar hapësira të bukura relaksuese dhe padyshim se kjo jep edhe kujtimin e syrit të kaltër që është në Shqipëri. Këtu është i njëjti në Kosovë.